Një klerik fetar që dashurim për Zotin, këngën, serenatën dhe korçën i ka nyjet pandara. Ky është Atë Spiro Katundi, i cili 70 vjetorin e tij e festoi me një koncert në teatrin Andon Zako Çajupi mes ardarsish e miq artist. Artisti që u bë prif tregon se jeta e tij është e lidhur mes festë dhe këngës, ndaj emocionet në këtë koncert kanë qenë të mëdha. Spiro Katundi është njëri që fëmijë ka shërbyer njerëzve, edhe fëmijëve dhe të rriturve, me shfaqje, në vite, edhe me shërbesa sot. I lumtur, shumë i lumtur. I falenderoj që të gjithë, që erdhën në këtë përvjetorin tim, edhe më mirë pritën. Miqt që kanë kënduar me të, ata të cilët kanë interpretuar tekstet e Spiros, aq më tepër kolegët e zemrës u bashkuan ku mes tyre nuk mund të mungonin këngëtar të mëdhenj, si Bashkim Alibali, Liliana Kondakçi e Mefariet Elaza. Spiro Katundi është shembull i mrekullueshëm për të rinjt edhe për moshat të tjera, sepse unë e njoh prej shumë vitesh, njoh pasionin e tij dhe më vjen mirë që ai vazhdon me këtë pasion, incizon këngë, dëgjon këngë dhe jam shumë e lumtur për këtë gjë. Dhe në anën tjetër, për ftesën që ai na bëri, më lumturoj shumë. Pata nderin të marrë pjesë në recitalin e Spiros. I uroj suksese të mëtejshme me koncerte akoma më të bukura. Është shok i rinisë teme, është shok i viteve të para të jetës teme artistike. Shikja, unë e shoh Spiron tesh me një sy tjetër. Jo pa qëllim kena me të shoh, na kena pas një miqësi të mirë. Pa, ajo që më lidh më tepër me Spiron është se në vitet e mia të fëminisë e të rinisë nuk u lejote me thanë për Zotin, për Perëndin. Edhe besoj se Spiroja me zgjedhjen e vetë që ka ba, që është aman një këndim shpirtnor, e besimi është më i madh se sa shpirti, se sa jeta se tonë, prandaj e kishin frikë s'doshin me lanë me në besu. Na ka prodhi shpresë, treqi. Perëndia ndoshta na i ka fal ato që kena ba. Atë Spiro Katundi ka në repertorin e tij mbi 60 këngë, ndërsa mban dhe autorsinë e 10 këngëve të interpretuara në festivale përgjatë viteve të jetës së tij si këngëtar.